Një operacion i koduar Lighting, i zhvilluar nga policia e Lezhës, ka goditur një rast të kultivimit të kanabisit në ambiente të mbyllura dhe në parcela të hapura në fshatin Vel. Gjatë ndërhyrjes, efektivët arrestuan në flagrant pronarin e banesës 39 vjeçarin Marin Feta, si dhe 27 vjeçarin Anton Mshnori, të cilët dyshohet se kishin organizuar aktivitetin kriminal. Sipas policisë, në një nga ambientet e banesës ishin kultivuar 119 bimë të dyshuara narkotike me ndihmën e llampave dhe pajisjeve të posaçme të furnizuara me energji elektrike përmes lidhjeve të palishme. Dy ambiente të tjera të së njëjtës ndërtesë ishin përshtatur dhe përgatitur për zgjerimin e aktivitetit të kultivimit. Kontrollet vijuan edhe në zonën përreth banesës, ku u zbuluan 2 parcela të mbjellura me gjysej 55 bimë të dyshuara kanabis. Gjatë kontrollit në banesën e 27 vjeçarit, policia sekuestroi 16 telefona celular me 2 armë gjahu, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertizave për të verifikuar nëse janë përdorur në veprimtari të palishme. Në vijim të hetimeve, prokuroria ka nisur procedimin penal edhe ndaj 4 punonjësve të operacionit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ata dyshohen për vepra penale të shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit në lidhje me furnizimin e palishëm në energji elektrike të ambienteve ku kultivohej lënda narkotike. Policia bëri të ditur se hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë aktivitet kriminal, si dhe për të zbardhur plotësisht rolin e secilit prej të dyshuarve.